Radio Kuksi, një nga institucionet më të rëndësishme mediatike dhe kulturore të Qarkut, është propozuar për të shpallur monument kulture. Propozimi u paraqit gjatë mbledhjes së radhës së Këshillit Qarkut Kukës, ku diskutuar rëndësia historike dhe vlerat që mbart kjo godinë për qytetin dhe rajonin. Ndërkohë, drejtori juridik i Këshillit të Qarkut Kukës, Bledar Cengu, shpjegoi përfitimet që do të kishte godina nëse merr statusin e monumentit të kulturës. Radio Kuksi, në rast se bëhet miratimi nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore që të shpallet një monument kulturë dhe zonë e mbrojtur, ka disa benefite pozitive. Në rast se aprovohet monument kulturë, ruhet identiteti historik i saj, dokumentohet dhe mbrohet rëndësia e tij për historinë lokale, mund të përfitojë projekte restaurimi në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Statusi i monument kulturore bën objektin pjesë të trashëgimisë kulturore dhe ruhet dhe vlera e monumentit. Objekti nuk mund të transformohet apo të tjetërsohet pa miratimin përkas nga institucionet e trashëgimisë kulturore. Nga ana tjetër, drejtori i RTS Kukësit foli për historinë e Radio Kukësit, duke kujtuar rolin e saj në pasqyrimin e jetës sociale, kulturore dhe historike të zonës ndër dekada. Fillimisht duhet të falenderoj në emër të gjithë punonjësve dhe ish punonjësve të Radio Kukësit, të Këshillin e Qarkut dhe kryetarin Astrid Dobrushi për këtë vlerësim që i bëjnë institucionit të Radio Kukësit. Godina dhe vendi ku ndodhet mbartin një sër vlerash arkitekturore, sepse godina ka mjaft mjedise të mira dhe të përshtatshme, ruan vlera të jashtëzakonshme. Ky propozim pritet të ndiqet me procedurat përkatëse, ndërsa përfaqësuesit e institucioneve lokale shpresojnë që Radio Kuksi të marrë statusin e monumentit të kulturës, duke garantuar ruajtjen e trashëgimisë së saj për brezat e ardhshëm.